Gjitha hamdë dhe falenderimet I takojnë Allahu të lartësuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, neve sot e kem këtë hutbë të Kurban Bayramit dhe e falëm namazin e Kurban të Bayramit, pasi që besimtarët të cilët gjenden në vendet e shejta e kanë kry thuajse pjesën kryesore të haxhit, e cila është shtyllë prej shtyllave të Islamit, e që neve na I bën të lejuar pastaj të festojmë festën e Kurban Bayramit. E haxhi dashur vëllezër është shtyllë prej shtyllave të fesë që neve si musliman na jep mësime të mëdha. Haxhi fillon së pari duke bërë niyet dhe duke veshur ihramin I cili na simbolizon se ashtu siç ke marrë në këtë botë pa asgjë, do të kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç na ka krijuar ai pa asgjë, dhe simbolizon petkun e bardhë, e cili musliman duhet të jetë ashtu sikurse petku I bardhë me shkute Zoti I tij pa mëkate dhe pa gjunohe, dhe pastaj fillon të bëj tavaf rreth Çabës, shtëpisë së Shejt, ku Allahu xhalla wa ala thot për të: inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Allahu azza wa jalla thot shtëpia e parë që është ndërtuar në tokë për me I bë ibadet Zotit xhalla shanuhu është Mekka, është Çabja që gjendet në Mekë. Pra xhamia e parë në faqen e tokës, pa ekzistu fare njerëzimi hiç, Allahu xhalla wa ala nëpërmjet melajkeve të tij thuhet që I ka vendosur themelet e Çabës dhe aty kanë bë ibadet melajket të cilat kanë qenë përgjegjës për tokën, njëkohësisht sikurse melajket që gjenden në qiellin e 7 në Beitul Ma'mur, të cilat edhe ato e kanë një Çabe ku bëjnë tavaf çdo ditë dhe hyjnë 70.000 prej tyre dhe dalin dhe nuk ju vjen radha ma të hyjnë prapë në to derisa të bëhet Kiameti. Pra Çabja është shtëpia e Shejt në të cilën besimtarët fillojnë tavafin për ta kryer ceremoninë e haxhit dhe shtyllën e Islamit. Ku një namaz në të është sa 100.000 namazë në vende tjera. O men dakhalu kana amina, thot Allahu ai që futet në këtë qytet të Shejt të bekuar, kana amina, është I sigurt. Walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Dhe Allahu e ka bërë obligim haxhin për ata të cilët kanë mundësi. O men kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ai që I mohon të mirësitë të Allahut, Allahu azza wa jall s'ka nevojë për të. Pra kështu fillon haxhi dashur vëllezër. Pastaj dalja në Mina dhe Arafat që simbolizon ditën e Kiametit ku ne do dalmi para Zotit xhalla wa ala. Të gjithë njësoj, të gjithë në një peck, të gjithë në një veshje, pa dallim I pasuri nga I varfëri, I ziu nga I bardhi, I verdhi nga I kuqi, pa dallim gjuhë dhe kombi dhe nacionaliteti, të gjithë së bashku janë mbledhur dje në Arafat, që ka qenë nata e Bayramit, që e simbolizon ditën e Kiametit kur do dalmi para Zotit. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ku atë ditë nuk bën dobi malli dhe evladi, përveç ai që vjen te Zoti me zemër të pastër. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nuk shikon në fizionominë e juaj dhe në trupat e juaj dhe në ngjyrën e juaj dhe në gjuhën e juaj, por shikon në punët e juaja dhe në zemrat e juaja. Kjo simbolizon Arafati dashur vëllezër. Gjithashtu simbolizon Arafati bashkësinë e fortë të besimtarëve dhe të njerëzve. Ku njerëzit janë një bashkësie të fortë, s'ka kush që mundet me imposhtë në kauzat e tyre drejt qëllimeve të mira. Prandaj edhe neve, sa herë që vjen haxhi, neve I cekmi këto gjëra në mënyrë që ta gjej popullin ton të bashkuar, e fatkeqësisht çdo vjet që vjen haxhi, neve na vjen përçarje hala më e madhe. Ne hala më shumë jemi të përçarë në mes veti. E haxhi këtë duhet na I simbolizon neve si musliman shqiptar që jemi këto troje, që të jemi të bashkuar
drejt kauzave tona, vetëm këtë formë mundemi me shku të para, dhe jo të përçarë për interesat e ulta të kësaj dynjaje. Sepse në qoftë se atëhere, shkojmë dhe adhurojmë Bajramin njëri tjetrit, edhe nuk i kem marrë këto mësime, është i mangët ai urim. Bajrami nuk është vetëm për baklava dhe torte, është për me marrë mësime nga ato që njerëzit i kanë kaluar gjatë haxhit. Pastaj dashur vëllezër, besimtarët ju kanë përgjigjë Allahut me lebejk, Allahu me lebejk. Përgjigjen ty o Zot, përgjigjem. Na ke thirrë prej kohës së Ibrahimit, edhe ne tu kem përgjigj ty, që simbolizon ditën e Kiametit, ku thot Allahu: "Wa khashyatul aswatu lirrahman, fala tasma'u illa hamsa." Atë ditë krejt njerëzit do të jenë në heshtje, la tasma'u illa hamsa. Nuk dëgjon asgjë, vetë lëvizjeve të vogla të njerëzve. Kështu simbolizon Arafati, dashur vëllezër. Pastaj qëndrimi në Mina, shkurja sot në Muzdalife mbram dhe shkurja sot në Mina dhe gjurja e gurve, duke simbolizue gjujtën e djallit me gorales të vogël, sikur se e gjujti Ibrahimi a.s. kur dul me e therë kurbanin dhe Iblisi alayhi la'natullah dëshironte ta mashronte, e gjunte me goralec në mënyrë që ta bëjë të qartë që rruga e pejgamberëve dhe rruga e besimtarëve nuk përkon kurrë me rrugën e shejtanit. Sa herë që na dën në rrugë, ne duhet të largohemi prej tij. Sa herë që na bën vezvese, duhet ta gjujmë me goralec në mënyrë figurative dhe në mënyrë hipotetike. Dërsa sot po të lejohej në vendin tonë me gjujt goralec, me gjujt shejtanin me goralec, do t'i gjunim disa islamofoba të cilët sa herë vjen Kurban Bajrami, sa herë vjen haxhi, dalin edhe lëmotitin me pas maru shkolla u kanë më mirë, e me pas maru qerë dhe u kanë më mirë se me shku në haxh, e me pas maru e këtë dhe atë, me pas leju me gjujt dikon me guri, po dash që ta me i gjujt, se këta janë shejtan njerëz. Shejtani ndan dy lloje, njerëz edhe e gjin. Njerëz ti shohëm, e gjin si shohëm. E këta janë lloji njerëzve që ne i shohëm. Po nuk lejohet me i gjujt me gurë, po dihet në cilën anë janë. Janë ka ana e Iblisit, i cili është mënu me e pengu Ibrahimin a.s. për me e thirë kurbanin, e këta janë ka ana e Iblisit për me i pengu haxhit të shku në haxh. E dashur vëllezër, haxhi është shtylla e Islamit. Haxhi është mësim. Haxhi përjetohet. Haxhi jetohet, vetëm ai që ka qenë atje e din ndjenjen e tij. Prandaj dashur vëllezër besimtarë, këta që thojnë pse s'po marrën shkolla kur më shku në haxh mi dhan 7.000 euro, 6.000 euro. Ne ju themi kur po vjen viti i ri që pi harxhoni ka 6-70 milion në petarta, pse s'po dilni me thon ku është me marrë çerdha dhe shkolla. Për darës me jepni ka 1.000 euro, pse s've jepni me marrë shkolla dhe çerdha. Për alkohol 180 milion euro në vit, Kosovë vipën. Pse nuk dalin me thonë, pse nuk u dhanë këto për shkolla, për cigare me 200 milion e 300 milion në vit, pse nuk dalin me thonë, mi pas dhanë për shkolla, për çerdhe dhe për spitale. Po nuk dalin se aty ku janë me shejtanin bashk, ata nuk e gjujnë njëri tjetrin me guri, ata rrinë zbashku. E aty ku muslimani e gjujnë me guri, a i tani livrit, edhe mundohet që ti cyt muslimanët ndaj shtyllës së Islamit, sikur se që është haxhi. Prandaj dashur vëllezër besimtar, mos mashtrohemi nga këta njerëz, sepse ne si institucion fetar, ne e kemi për obligim me ndërtu xhamiat, me mirëmbajt jetën fetare në vend, dhe Bashkia Islame nuk e ka detyrën me marru shkolla dhe spitale, edhe pse ka marru edhe shkolla, edhe spitale, edhe ndërton shtëpia për jetim, edhe për fukara, edhe me iman me qindra jetimat të cilat janë në këshillën e Bashkisë Islame e kështu me radhë, por qëllimi është zbehja e fesë së Zotit dhe lufta ndaj të mirës dhe përhapja të keqës. E haxhi na mëson këtë, kanë bëjujna me guri, a jem në taborën e Ibrahimit a.s. apo jem taborën e atyre që na gjun dikush. E kush kanë e gjun, se cili e merr veten e vet vesh se në cilën anë është. Psimi tjetër i haxhit dashur vëllezër është që kur lirohemi nga Hirami, vetëm se ka ardhur festa e Bajramit, e cila fest e simbolizon sakrificën e madhe të haxhilerëve dhe gëzimin në ditën e Bajramit, e kjo ditë e Bajramit gjithashtu e simbolizon sakrificën e muslimanëve dhe besimtarëve në ditën e Kiametit,
kur të gjithë lirohen nga barra e rënd e veprave të tyre, e kalojnë ulën e siratit dhe bën gati për me hyrë në xhenet. Dhe Bajrami këtë simbolike ka të muslimanit, që sakrificën që e ka pas në haxh, mundin e tij që e ka kry, shtyllën e Islamit që e ka përmbush, i vjen dita që me e festua ditë. Dhe hak i tij është dhe i gjithë neve ta festojmë dhe pastaj ta falenderojmë Allahun me therrin e kurbanit. Sikurse që e falenderoi Allahun Ibrahim a.s. me therrin e kurbanit, e bëri për hir Zotit, e Allahu tha, tek Allahu nuk mrin as gjaku i kurbanit, as mishi, po mbrin devotshmëria e juve, sepse çdo kush që ka mundësi e ka obligim therrin e kurbanit. Gjitha këto mësime dhe shumë të tjera, të dashur vëllezër, na jep haxhi, e mësimin për mbledhës, kupollën e mësimeve, na jep që neve du të jetojmë me parime. Sepse haxhi na mëson me jetu me parime, du të me dvesh ihramin kohë të caktuar, du të me bën jetë në kohë të caktuar, du të me hy në kufit të caktuar, me të qëndru në vend të caktuar, mos me e te i kalu Arafatin deri në kohën e caktuar, pastaj me shku në Muzdelife në mbrëmje, pastaj deri në mëngjes me qëndru, pastaj me shku në Xhemerat me gjujt gurt, pastaj në mas faljes së Bajramit me thirr kurbanin. Gjitha këto janë parime që na mësojnë deri kur me ec, aty duhet më ndal me vazhdu në anën e djathtë, me vazhdu në anën e majtë e kështu me radhë. Muslimani i cili jeton me parime në këtë dynja, ka me apo hajrin jetës së tij dhe vetës së tij dhe familjes së tij. Një njeri që jeton me parime të shëndosha, e din ku është e bardha dhe ku është e zeza, e din cila është e hajrit dhe cila është e sherrit. Kryen punë të hajrit dhe largohet nga të sherrit, sikur se haxhiu që i kryen punë ashtu siç duhet, nalet në vendin e dur dhe vazhdon për krimin, për kryerjen e vendeve të tjera, atëherë muslimani ka me apo hajrin jetës së tij. Në qoftë se jeton pa parime, dihet dashur vëllezër musliman që i ngjasojmë kafshëve dhe jo njerëzve. E ne lutsemi Allahun që të marrim mësim nga haxhi, të jetojmë me parime të shëndosha, na sheh hajrin vetja jon, rrethit që na rrethon, vendi ku jetojmë, në mënyrë që të jetojmë faqebardh, dalmi para Zotit faqebardh, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të i ka bën kabull të gjitha veprat tona të mira, t'ja këtë bë kabull haxhin gjithë atyre besimtarëve që kanë shkuar nga vendi jon, e që e lutsemi Allahun që inshallah s'na kanë harruar në lutjet dhe në duat e tyre, duke lutur Allahun që të kthehen shëndoshëmi në vendet e tyre me gjunat të falura tek familjet e tyre, dhe Allahu Azza wa Jall na bashkoft në xhenetin e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami.